Grupi i tifozëve Vojvodët mohon kategorikisht raportimet për një incident të raportuar të dielën në qendër të Tetovës. Përmes një kumtese ata theksojnë se as të shtunën dhe as të dielën nuk ka ndodhur ndonjë incident dhe se bëhet fjalë për informacione të paverifikuara që sipas tyre kryen një pasqyrë të rreme në publik. Nga grupi kërkojnë që institucionet kompetente të zbardhin rastin dhe u bëjnë thirrje mediave të tregojnë përgjegjësi duke shmangur publikimin e lajmeve të paverifikuara. Grupi tifozëve Vojvodët i mohon në mënyrën më të ashpër informacionet që u publikuan nga disa media lidhur me një incident të pretenduar në qendër të Tetovës, në të cilin gjëja ishte përfshirë një grup më i madh personash. Theksojnë publikisht dhe pa asnjë mëdyshje se as të shtunën dhe as të dielën nuk ka ndodhur asnjë incident i tillë, siç përpiqen të paraqesin disa media. Bëhet fjalë për informacione krejtësisht të paverifikuara dhe tendencioze, me të cilat manipulohet opinioni publik dhe krijohet një pasqyrë e rreme për ngjarje që në fakt nuk ka ndodhur fare. I bëjmë thirrje institucioneve kompetente që na patin sa më të shkurtur të mundshëm ta zbardhin plotësisht rastin dhe t'i paraqesin publikisht faktet. Ndërkohë, gjatë fundjavës në rrjetet sociale TikTok, Instagram dhe Facebook u publikuan video ku shihen disa të rinj duke ikur nga policia, ndërsa në disa postime pretendoi se paraprakisht kishin ndodhur një përplasje mes të rinjve shqiptar dhe maqedonas. Në disa prej këtyre publikimeve incidenti lidhe me tifogrupin Vojvodët. Megjithatë, këto pretendime mbeten të paverifikuara zyrtarisht. Kujtojmë se kohëve të fundit në Tetovë janë shënuar disa raste të tensioneve ndëretnike dhe incidenteve sporadike mes grupeve të rinjve të nacionaliteteve të ndryshme, përfshirë edhe raste të dhunës mes të miturve ku disa prej tyre kanë përfunduar edhe me lëndime dhe trajtim në spital.